Naim Demolli nga Krileva e Kamenicës ka investuar mbi 100.000 euro në rregullimin e fermës. Me një kredi ka arritur të ndërtojë objektin modern dhe të blejë 100 gjella. Por edhe pse ka pasur premtime, nuk është ndihmuar as nga komuna as nga Ministria e Bujqësisë. Këtu i kemi 84 krerë bika. Investimi i kësaj shtallës është diku nga 75.000 euro. Edhe hangarit për ushqime aty diku një rreth 30.000 euro. Sa të ka ndihmuar Ministria apo komuna aty? Ministria s'm ka ndihmu kur gjë, 2 vite rreshta që kum aplikue nuk më kanë dhënë kur fare granti. Po komuna? As komuna ja. Me forcat tua? Po, me forcat tona. Demolli planifikon që me forca vetjake të fillojë edhe ndërtimin e një fabrike për përpunimin e mishit, duke marrë parasysh numrin e gjellave që ka, po ashtu ai planifikon shtimin e numrit të gjellave. Tash këtë vit mendoj me bo një mishtore të vogël, për me bo prodhimin final, edhe me zgjeru, po kisha pas shef, po është problemi, nuk po ka mundësi, po dënë pare. Çfarë të kanë thënë ministrit, pse s'ka ndihmë nga Ministria e Bujqësisë? Nuk e di, vetëm se ma kanë kthy negativën e kushtet, ma mërmenja ja i plotësoj unë kush i plotëson kushtet. Të kënaqur jemi shumë, është kënaqësi e mirë me punu, më mirë me këtë punë, me bujqësi, kushtet janë të mira krejt. Me punu me gjellë, me kafshë, sa është interesant? Mira shumë, është një kënaqësi me punu se me kalu kohën edhe A paguhet me punu me? Paguhet mirë është. Në komunën e Kamenicës thonë se presin një ndihmë nga grantet ndërkombëtare në vlerë 1.8 milion euro që do të shfrytëzohen për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Jemi përfitues i një projekti në vlerë prej 1.800.000 euro nga Ada Austria. Jemi 2 komuna në Republikën e Kosovës që jemi përzgjedh për këtë donacion. Presim që ditëve në vijim të bëjmë hapat e parë rreth implementimit të këtij projekti madhor. Besoj që ky projekt është një projekt i mirë dhe është në të mirë të gjithë fermerëve që merren me kultivimin e bujqësisë. Fshatrat e komunës së Kamenicës, duke marrë parasysh pozitën kodrinore malore, kanë potenciale ideale për blegtori.